Këto pamje fantastike që ofrohen në këtë çast edhe me ndihmën e regjisë, sepse kolegu bën gati gjithmonë për të referuar temës që do të kemi tani për të bërë një shtegtim të mundshëm në botën e egër që është një ndër arratiset më fantastike dhe spektakolare të bëra ndonjëherë si zgjedhje opsionale të parë. Arjan Mavriqi është fotografi i cili shpesh na shtegëton edhe për formën e veçantë që ai zgjedh të përcjellë nëpërmjet rrjeteve të tij sociale, sepse tani më ne duke qenë në studio kemi pamundë të shkojmë atje, por me që tani jemi në prag të pushimeve, kam përshtypjen do t'i bashkohem Arjan. Arjan, përshëndes, kënaqësi. Tani unë të prisa të ishe në terren, të ishe me ndonjë maj mali, diku të shoh gjithkohës të tillë, por ndërkohë ku je? Deri më tani isha, po duhet dal prap tani, po për shkak të respektit ndaj ju që dëgjojmë më mirë, u ktheva në shtëpi, sepse këto ditë po e fotografoj thuajse çdo natë hënën, dua ta ndjek për 30 ditë me radhë, se si duket do t'ju shfaq gjithmonë fotografi të reja ekskluzive gjithmonë. Prandaj në shenjë të respektit u ktheva këtu, sepse atje ku isha nuk ishte mundësi e komunikimit, të them të drejtën. E të falenderoj shumë për gjithë e kohën, sepse është gjithmonë e veçantë edhe e gjithë kjo temë diskutimi që bëjmë, po për cilë gjithashtu dhe informacione të rëndësishme që mund dhe duhen dhënë për publikun. Çfarë do të fotografosh sot, do të jetë i njëjti itinerar për hënë thua, apo je duke parë mundësitë edhe me ndonjë gjallëse të egër? Po natyrisht, përveç hënës ndjekim dhe kafshë të egra aty kur do fokus jon kryesor, edhe tashmë thuajse të gjithë ata shtektarë të cilët ishin në folet e tyre kanë dalur nga folet dhe le të themi bashkë me prindrit ushtrojnë teknikën e gjuetisë. E ne nuk duhet humbim këto raste, duhet xhirojmë, fotografojmë ato momente për shkak specifikisht të dokumentarit tim që kanë dokumentarin javor për botën e egër. Vera sjell një mundësi fantastike. Për fat mirë, këtë vit kishim edhe rreshje të shiut që bën që është një mundësi shumë e mirë edhe për fotografi më të mira për shkak një drite më cilësore, le të themi. Prandaj po, jo vetëm se hëna, po fokus jon kryesor janë kafshë egra çdo ditë, po përcjellim nga mëngjesi thuajse në mbrëmje. Kemi edhe ekskluzivitete të reja shpend të cilët nuk kishim herët në arkivën tonë. Aty keni në fotografi 2 prej tyre, prandaj tërë jeta jonë, le të themi, është në kërkim të ekskluziviteteve dhe kjo na bën shumë kurioz që të shndrojmë thuajse çdo ditë nga pas lindjes së diellit deri në perëndim po se po. Çfarë nënkuptoj unë kur flas për diçka të veçantë, për një kënaqësi të syrit edhe shpirtit, janë këto pamje që do t'i komentojmë së bashku tani me Arjanin gjitha një nga një që regjia na i vendos në dispozicion të shkrepura bukur dhe në mënyrë të veçantë, ku padyshim Arjani do duhet t'i shpjegoj secilën për i tyre, sepse unë jam fare pak njohës. Kjo është një lloj shqiponjës, shqiponja bishtbarë që është shumë e rrallë edhe ta shohim e lërë më ta fotografojmë. Pra në momentin që shohim e pikasim, ne me njëherë duhet shfryzuar maksimalisht, sepse po them është shumë e rrallë, ekziston në Shqipëri dhe në Kosovë, po një numër shumë i vogël i kësaj shqiponje. Prandaj isha shumë i kënaqur që ta sjell ta ndaj me ju këtë fotografi që kam realizuar ndoshta para 1-2 javë. Kështu që po është një fotografi që mezi prisa ta ndaj me ju me publikun tuaj. Të falenderoj shumë që zgjodhe dhe manise, ndërsa një tjetër foto e shkrepur do të jetë në këtë çast në ekran për ta komentuar së bashku. Këtu ke pak ngjyra më tepër. Po kjo është thellënza e fushës. Për fat keq në Shqipëri nuk ekziston thuajse asnjë individ i vetëm. Këtu po flas me përgjegjësi të plotë dhe për Shqipërinë, për shkak se unë kam edhe shtetësi shqiptare edhe të Kosovës, pra 2 pasaporta. Prandaj për fat keq në Shqipëri nuk ekziston, ndërsa në Kosovë ka një numër të mjaftueshëm, le të themi, edhe me dëshirë do t'i dërgoja qindra të tilla në Shqipëri. Pra bëhet fjalë për thellënzën e fushës Perdix, një shpend shumë i frekuentuar tek ne, që luan një rol shumë të rëndësishëm në ekosisteme, po që për fat keq po them për shkak të gjuetisë illegale në Shqipëri nuk është, ndërsa në Kosovë kemi mjaftuar shumë individ të tillë. E drejtë. Më lejo të pyes ndërkohë që regjia bën gati foton tjetër, sa e pasur është toka shqiptare me
forma kaq të bukura, të krijuara, të gjalla dhe që gjenden në të gjithë territorin e Shqipërisë, Kosovës? Në fakt është shumë e pasur, po nëse e duam atë shumë atëherë duhet të ta ruajmë, sepse nëse nuk e ruajmë atëherë nuk do të jetë më pasur, por do të jetë shumë e vafër. Për shembull, kemi probleme shumë të theksuara me mirëmbajtjen e lumenjve, degradimin e lumenjve, djegjen masive të pyjeve, për fat keq ndonë se këtë vit mos të marrë mësysh si tem në Kosovë nuk kemi shqyr zoti deri tani probleme të tilla, por në Shqipëri sa po ashtu po, por që përgjithësi pra ngrohja globale bën të vetën që kafshët të shkojnë drejt zhdukjes, ose disa për tyre të ndrojnë territore, të shkojnë në vende ku janë më të sigurta apo ku kanë habitate më të qeta, më të sigurta për to. Prandaj nëse i kemi me numër të mjaftueshëm apo le të themi deri diku të mjaftueshëm, atëherë është punë e jonja që t'i sigurojmë atyre një habitat të sigurt në mënyrë që t'i kemi, sepse për ata që nuk e dinë, pa kafshët dhe ne raca njerëzore nuk do të mund të mbijetojmë të shumë gjatë, është e pamundur. Ndërkohë, shkojmë te foto tjetër regjia për të kuptuar në këtë moment edhe të marrë një shpjegim, pse jo, të kësaj shkrepi tjetër. Kjo shqiponja buteo është një lloj shqiponje që është gjivandej e që luan një rol shumë të rëndësishëm për shkak të eliminimit të minjeve, por prandaj dhe quhet shqiponja minje ngrënëse. Është shumë e rëndësishme që këtë lloje e kemi me numër të mjaftueshëm, thuajse gjithandej nëpër Evropë, sidomos kohët e fundit është shtuar shumë, po që ruan një rol shumë të rëndësishëm në ekosistemin për shkak të balancimit të le të themi këtyre kafshëve ndërmjet veti dhe eliminon pra brejtët në 99% e rasteve, në raste të caktuara gjuhën dhe zvaranik të ndryshëm, po që mënyra kryesore e saj janë pra brejtësit. Arjan, sa kohë qëndron zakonisht për të shkrepur një foto të tillë, të veçantë? Vllau im i dashur, varësisht nga çfarë kërkojmë. Nëse shkojmë në lokacione ku kërkojmë për t'i xhiruar, fotografuar arinj të dhitë egra, që quhen ndryshe dhe mbretëreshat e Alpeve shqiptare, apo shqiponjen e malit e kështu me radhë, atëherë natyrisht se duhet një ditë, 2 deri në 3 ditë të qëndrojmë në të njëjtin lokacion. Ka ndodhur më shumë, po që nëse flasim për tash për këtë sezon ku janë shtektarët janë kthyer, atëherë për të qenë të sinqert, na duhet më pak kohë sepse ka mjaft gjithandej. Por që nuk ndodh që unë të kthehem në shtëpi më pak se 7 orë në ditë duke mos qenë në terren. Është e pamundur sepse ndryshe nuk kemi rezultat. Pra kërkohet prania jonë në lokacione ku janë këto kafsh, pra sepse ato nuk vinë tek ne, po ne duhet të shkojmë te ato. Unë kam parapamje të rralla në faqen tuaj, pavarësisht ju keni zgjedhur që të ndërgoni disa shpend në fotografi dhe ne po i komentojmë së bashku, po kafsh, për shembull uqër, arinj, dhelpra, të veçanta në formën se si ti i ke sjellë, edhe pse ndonjëherë duken si video amatore të regjistruara gjatë ditës apo gjatë natës, ato tregojnë edhe një herë atë larmishmërinë e këtyre gjallësave në territorin tonë. Është me rëndësi që kohët fundit shumë është me rëndësi që duhet atë sek që po vrejmë një numër që nuk është parë më herët në Shqipëri të reçepullit ballkanik si specia më kërcënuar seriozisht për zhdukje. Kjo është lajmi më ekskluziv që mund të jep një fotograf. Bile në zonën e Pogradecit kanë parë dhe posh më treguan kështu, po për të mbajtur sekret lokacionin eksakt, më treguan dhe një foto ku ishte me krysh reçepulli ballkanik, por kjo është diçka fantastike që ne mund të ndajmë bashkë si shqiptarë gjithandej. Prandaj po mendoj që sa më shumë informacione të tilla do ta bëjnë akoma më interesante informacionin deri tek në përgjithësi deri tek audienca. Jam kurioz shumë Arjan të di çfarë të ka surprizuar më së tepërmi nga gjithë pamjet që ke arritur të sigurosh në duart tua dhe në arkiven tënde. Çfarë na ke surprizuar, them, fal? Po, çfarë të ka surprizuar më së tepërmi nga bota e egër, nga gjithë ato që ke mbledhur në arkiv? Por zotin vllai im është shumë problem të ndaj ndonjë që ka shumë surpriza. Çdo ditë është, le të themi, fotografitë e fundit të
një lloj të çukapikut tregishtor që fotografuam, arritëm ta dokumentojmë në malet e Rrogovës bashkë me shumë miq të mi fotografë të jetës egër. Ishte, le të themi, informacioni më ekskluziv i mundshëm, po ashtu dhe zvarrit si krah kuq që keni aty, një lloj zogu që është tepër i bukur me krah të kuq që lere më që e gjetëm si specie për ta dokumentuar, po ne i gjetëm edhe folen dhe fotografuam duke u shyrë bashkë me të veçet. Pra, këto janë surprizat e këtij viti që nuk e di, ishim tepër të lumtur dhe mezi prisja poshtu këto fotografi të ishin edhe ju. Unë do ta shfrytëzoj kohën në dispozicion maksimalisht për të mësuar detaje, kështu që gjitha fotot që më ke nisur do të pyes patjetër për secilën prej tyre, se kështu arrit të mësoj vetë, po pse jo përcjell në info për publikun në këtë çast. Regjia me siguri ka bërë gati një tjetër foto, një tjetër shkrepje. Kjo është Pupuza. Kjo është Pupuza, Upupa Epops, një shpend nacional i Izraelit që nga viti 2008 e kanë shpallur si shpend nacional dhe nuk lejohet as si vrasja këtij shpendi në Izrael, por po ashtu si shpend nacional e quajnë dhe Egjipti. Ku e ke fotografuar këtë? Është dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, është gjithandej, po që nuk e kemi pasur ndoshta të servuar, le të themi, në fole. Unë i kam xhiruar dhe në fole duke ju shyrë të veçlit. Pra, për jetë pare kemi identifikuar këtë lloj specie në fole, sepse është shumë e vështirë të gjenë foleja. Përndryshe, veçanta e tij është që ky lloj zogu përmendet në librin e shenjtë në Kuranin familjar, apo ka qenë informatori kryesor i profetit Sulejman. Prandaj dhe jo rastësisht edhe quhet zogu i profetit. Edhe më kuriozon të di sa pranë ose larg ke qenë kur e ke shkrep këtë foto? Ndoshta 15 metra, them drejtën, sepse këta fillojnë dhe mësojnë me neve, me pranin tonë, për shkak se kuptojnë që ne nuk jemi aty për t'i vrarë, për t'i dëmtuar, për t'i masakruar, le të themi, po që jemi thjesht vetëm se për t'i fotografuar, mandej për t'i ndarë me ju këto fotografi që është kënaqësi, emocion, sepse çfarë kuptimi do kishte po ti kisha vetëm se unë këto foto në arkiven time, pra ajo çfarë neve na bën tepër lumtur është natyrisht kur ti ndajmë juve dhe kjo është arsye edhe pse më keni ftuar, pra që bashkë le të themi ti shijojmë këto momente unike në jetën e egër. Është gjithmonë kënaqësi, ti nuk e kupton që ne po të shfrytëzojmë në far forme. Por sidoqoftë. Unë e bëj me kënaqësi për popullin shqiptar, me krejt shenjën time jam në gjendje të jap krejt arkiven time për popullin shqiptar. Për te i batutë se vlerësoj zakonisht shumë, prandaj edhe guxoj të bëj diçka me humor, sepse duke ndjekur shpesh edhe ndjej veten pranë teje gjithmonë kur publikon edhe nxjerr gjëra kaq të veçanta dhe fantastike. Një tjetër kënaqësi gjithmonë miku i normal të jemi bashkë në këtë rast. Gjithmonë, një tjetër foto e shkrepur në këtë moment, Gjariani do t'japi shpjegimin domethënës. Ky është lejleku i bardh, simboli i shpektimit. Është diku ka qenë me një numër shumë të madh polinizues në Shqipëri. Përpatkeq tash nuk është. Mund të jenë diku 3 deri në 4 fole, ndërsa në Kosovë janë diku afër 200 fole të tilla të lejlekut të bardh, cikonja. Kësaj lloj specie ne kemi vendosur edhe GPS dhe kemi ndjekur rrugët e shpektimit ku ka shkuar nga Kosova deri në Sudan. Një gjë të tillë besoj të shumë shpejt do ta bëjmë në Shqipëri. Një fole për momentin është në Gjirokastër, tjetra në Shkodër. Ata po zhvillohen në të veçlit shumë mirë. Tashmë kanë dalë nga folejat dhe bashkë me prindrit sillen rreth zonës për të mësuar teknikën e gjyhetisë, por që është simboli i shtektimit dhe tek ne përfaqëson shumë gjëra, qysh nga stërgjyshit, gjyshit tonë që e kanë përmendur si le të themi arsyen e ardhjes pranverës, apo synonimi le të themi e ardhjes pranverës. Është ky pasion i yti, kjo fush, një fush për cilën shumë qytetarë e kuptojnë apo e shohin si një kënaqësi të momentit kur ju i publikoni dhe kaq. Pra dua them pas kësaj, a ka ndërgjegjësim për t'i ruajtur, a ka njerëz të pensionuar për të dalë në terren, a ka politika masa mbrojtëse flas në raport me shtetet respektive si në Kosovë dhe në Shqipëri që i ndihmon shumë zhvillimin e tyre dhe përhapjen e mëtejshme? Normale them me përgjithësinë më të plotë nga krejt shpirti, nga thellësia e zemrës, nuk ka pas ndonjëherë në krejt trojës shqiptare fotograf më shumë shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Veriore, Mali Zi,
dhe Lugina Setash. Pra jemi një komunitet i fotografëve tjetë sekër që mund themelisht për nga numri dhe cilësia, në përgjithësi plot të them jemi më të fortit në Ballkan. Shqiptari e bën më së miri gjithmonë. Prandaj, gjithmonë për shkak të risive që po sjellim, për shkak të cilësisë së fotografisë, për shkak të pandalshmërisë apo vullnetit të madh për të sjellur këto pamje, çdo ditë më shumë na bashkohen fotografë të rinj, edhe atë të moshave shumë të reja, të cilët mezi presin të dalin në terrenin me neve. Në një farë forme pra jemi bërë shkollë edhe për gjeneratat të reja që përveç se ti fotografojnë dhe ti ruajnë bashkë për shkak të rëndësisë së tyre jetike në ekosisteme dhe të gjithë çfarë bëjnë, le të themi, këto kafshë të gjora sakrifikohen për neve njerëzit dhe prandaj ne bashkë nëpërmjet këtyre postimeve dhe po punojmë që t'i ruajmë këto habitate. Edhe sa mirë e çfarë magjie kjo pamje që na ofrua pak sekonda më parë, mënyra është padyshim shumë e bukur dhe simbolike dhe mesazhi, ëh? Po, kjo është për pubza më herët që përmenda duke i dërguar ushqim të voglit të saj, përenda një muaj i këta do kthehen në Afrikë, nuk do t'i kemi pastaj deri në Mars, e prandaj kur shkojnë beso që një pjesë e shpirtit iken bashkë me to, sepse mërzitemi shumë, mësohemi 6 muaj t'i kemi pranë, t'i fotografojmë, t'i gjirojmë, t'i dëgjojmë thirrjet e tyre, t'i shohim në fluturime, t'i shohim duke ushqyer, të kuptojmë mesazhin çfarë ato na dërgojnë neve rrocës njerëzore. Sa e bukur kjo. Shumë e bukur. Mënyra se si analizon e përshkruan të gjithën duket fare mirë që jeton në çdo moment me të. E kjo është prapatesh, vllai dashur, është grifsha e detit, është një zog tepër i bukur me ngjyra të jashtëzakonshme dhe kjo shpekton në Afrikë, bile kur kam qenë në vizitë në Afrikë bashkë me miqtë e mi fotograf, e kemi parë dhe atje kemi fotografuar, por që kjo fotografi është natyrisht tek ne në trojet tona magjike, prandaj këtë lloj zogu jemi duke përcjellur. Misioni jon këtë vit ka qenë që ne ti ndërtojmë folet, ti dërgojmë kutitë e nevojshme për folenizim dhe po shpresojmë që ky lloj shpendi do të folenizojë në Kosovë apo në Shqipëri dhe do ta kemi, le të themi, si lajm ekskluziv pastaj për vitin e ardhshëm, si ekskluzivitet që edhe në trojet tona folenizon grifsha e detit. Disa i thonë rrotulluesi, po më me kënaqësi i themi për grifsha e detit, por që është prezente edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, e që për shkak të ngjyrave karakteristike që i ka që dominon ngjyra blu, është dallohet dhe shumë larg, edhe mezi presim ta shohim dhe ta ndajmë të fotografuar bashkë me juve. Uroj vërtet që të ketë një shtim të saj më tej. Ka një tjetër foto në këtë moment që do ta komentojmë, se dua të përfitoj nga koha që të kam në dispozicion për të analizuar të gjitha, se vetëm pak minuta më kanë ngelur. Në njëjtën simbolik kemi prapë të ushqyerjes. Ky është çukapiku i madh, Larosh Dryokopus martius, nga çukapikut më të shpesht, me numrin më të madh të çukapikëve në Evropë, por që nuk arrit ta ndaj nga arkiva ime për shkak se është një nga konsumuesit, le të them, më të mëdhenj të insekteve që dërgon në fole pa ndërprerje për zogjt e vet. Pra, janë diku 500 deri në 600 milion ton insekte të cilët konsumohen nga zogjt shtektar dhe jo shtektar. Prandaj dhe mund ta imagjinojmë në jetën, po mos ishin ta shpend për ta balancuar këtë botën misterioze të insekteve, çfarë do të bëjmë ne, rroca njerëzore, do t'i eliminonin, do t'i ishte pamundur, sepse janë vetëm se të evidentuar deri më sot janë diku 1 milion specie insektesh, por çfarë nuk janë gjetur akoma, imagjinoni se çfarë janë shumë të tepër. Patjetër që po. Regjia më njofton që jemi në përfundim të kohës, po të paktën e kërkova që të na përshëndes kështu me një pamje të fundit. Një apo dy të fundit. Kjo është vrapojnësi i vogël, çdo shtektar kthehet nga Afrika, po ashtu folenizon tek ne afër lumenjve, liçeneve, pra shumë i bukur. Edhe këtë fotografi desha të ndaj me ju, sepse edhe nga pamja është shumë i bukur. Çdo vit e presim, shkojmë afër foleve, ti fotografojmë, po kur për t'i shqetësuar. Prandaj unë e kuptoj që s'kemi kohë shumë, po para sa kisha mundësi të sqaroj për secilin prej tyre. Me dëshirë do t'isha dhe në studio ndonjëherë, do të vlastin ndoshta edhe 1 orë, po që kënaqësi gjithmonë për mua është. Do t'jetë vërtet shumë kënaqësi nëse do kem në program në vijim për ta komentuar së bashku edhe me gjithë. Falenderoj shumë edhe kënaqësi.
Faleminderit nga zemra, shumë faleminderit. Gjithë mirat e mirupafshim. Zoti ju ruaj. Mbrëmjet qetë dhe qëllofsh sa më foto të bukura, sa më shumë foto të bukura në vijim. Mirë, përshëndetemi me Arjanin. Gjithashtu të falenderoj dhe përfundojmë këtu së bashku edhe për programin e ditës së sotme, padyshim në vijim do të kemi mundësi të qëndrojmë në shoqërinë e programacionit të Report TV në orën 20 me edicionin informativ. Mirupafshim.